Organizata të ndryshme humanitare kanë ndihmuar në forma të ndryshme refugjatët në vendkalimit kufitare në Gjevgjeli dhe Tabanovc, me veshmbathje, ushqime dhe gjësendje tjera. Ata me ditë të tëra kanë qëndruar karshi refugjatëve. I tillë është rasti edhe me organizatën ndërkombëtare humanitare islamike të Arabisë Saudite. Projekti në fjalë ka vlerën rreth 30.000 euro, nga e cila projekt mendojmë se kanë përfituar mbi 8.000 refugjat. Në të ardhmen, inshallah do të vazhdojmë me projekte të ngjashme për të dalë në ndihmë sadopak refugjat. Edhe organizata Legis pati një aksion gjithë përfshirës në këtë aspekt. Ata thonë që kanë patur përkrahje nga shumë organizata tjera në synimin për të ndihmuar refugjatëve dhe emigrantëve. Ushqime shumë njerëz, këtu për një ditë kanë kaluar 5 deri 6.000 dhe falenderojmë ata që na kanë përkrahur, që t'i ushqejmë njerëzit dhe shpresojmë për një bashkëpunim të më të fuqishëm në projekte të tjera. Qysh me fillimin e krizës së refugjatëve, organizata humanitare kanë ngritur qendrat e tyre të ndihmave në vendkalimet në Gjevgjeli dhe Tabanovc. Misioni i tyre ka qenë që të ndihmojnë refugjatëve në ushqime dhe veshmbathje.